Nëse kanë gati regjijat me të nxjerrin statusin e kryetarit të LDK-s Lumir Abdi Xhiku, bërë mbrëmisht të ky. Thot në LDK-ja të bashkuar. A është kjo foto e konfirmimit të bashkimit realisht të Lumirit me Vjosa Osmanin, se pak Lumiri e pati 2-3 deklarata që i pati në Rubikon, vetëm që nuk e konfirmoj kështu, edhe e konfirmoj realisht bashkimin. Thot, këtë herë, pranvera për na gjem bashk, LDK do të kthehet që kemi dashur, e bashkuar, e fortë si një shtëpi e madhe. Edhe si kryetari i Forumit të Rinisë, ku kam qenë edhe në gjitha funksionet brenda LDK-s, këtë angazhimi jam ka qenë rreth këtij lloji përbashkimi. Dhe shpresoj shumë që kjo të ndodhë, besoj që do të ndodhë, dhe besoj që ky bashkim pastaj do të sjellë atë rezultat që e presin shumica e qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse LDK-ja në Kosovë është brand. Çdo familje në Kosovë në një moment të caktuar ka pasur një antar familje, dikën nga familja që ka votuar LDK-n, ka mbështetur LDK-n. Natyrisht që LDK-ja nuk i ka pas momentet më të mira, por kjo pranverë shpresoj dhe besoj që do të na gjej bashkë gjithëve në interes të Republikës Kosovës. Jo në interes atë unë personal, ne individualisht jemi krejt më mirë, nështë edhe mos më marrë hiç me politikë. Por duke qenë se kemi një vullnet, një vizion të qartë se si mund ta përparojmë Republikën tonë, të bashkuar mundemi me arrit shumë më shumë se sa të ndarë. Sepse të ndarë e kemi parë rezultatin. E të bashkuar presim të ta shohim.